Shkues të nderuar mirëmbrëma dhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Sonte sërish jemi mbledh për me diskutu dështimin zinxhiror të shtetit për me imbrojt vajzat e mitura, të cilat janë viktima të dhunës seksuale. Brenda 2 javëve, publiku trëndit nga 2 raste. Një vajzë 11 vjeçare në Ferizaj denoncoi dhunimin nga një fëmijë i saj, ndërsa në Prishtinë, sërish prokuroria arrestoi disa të dyshuar të tjerë. Ata pretendohet se dhunuan seksualisht një vajzë që është e moshës 13 vjeçare. Tragedia e ngjarjes është se viktima është viktima e njëjtë e cila para 2 vitesh, kur ishte 11 vjeç, ishte dhunuar sistematikisht. Është duke dështu shoqëria jonë për me imbrojt vajzat nga dhuna seksuale, këto kemi me i diskutu sonte me Fitim Limanin, avokat, Vebi Muj Kunjosi, çështjeve të cilat prekin edhe aspektin social dhe trajtimin e fëmijëve, Anita Korenica nga Avokati i Popullit, Samir Regjepi, neuropsikiatër dhe Kreshnik Gashi nga Kallëzo.com. Në këtë debat, shikues të nderuar, i kemi ftuar edhe Policinë e Kosovës, Prokurorinë e Prishtinës. Kemi kërku qasje në dosje për të parë veprimet që janë ndërmarrë edhe për rastin në Ferizaj. I kemi ftuar edhe qendrat për punë sociale të Prishtinës, mbrojtësitë e viktimave. Mirë po këtë ratë, përfaqësuesit e shtetit kanë vendosur mos me marrë pjesë në debat. Para se me nis debatin, du me ju ftu me ndjek një storje të shkurtër e cila pasqyron rrethanat se si ndodhi dhunimi 13 vjeçares në Prishtinë. Prokuroria e Prishtinës ka kërkuar paraburgimin për 4 punëtorë të motelit dhe 2 persona të tjerë të cilët dyshohet që dhunuan dhe trafikuan një vajzë 13 vjeçare. Prokuroria pretendon se vajza po qëndronte në motel për shkak të mungesës së strehimit. Pastruesi i motelit, një 21 vjeçar, ishte futur në dhomën e viktimës. I kishte ofruar pije dhe pas kësaj kishte siguruar 2 persona të cilët në kompensim të parave kishin kryer marrëdhënie seksuale me viktimën. Për shkak se viktima është në moshën 14 vjeçare, çdo marrëdhënie në këtë moshë cilësohet dhunim seksual. Prokuroria përshkruan që dhunimi asaj nate ishte sistematik. Përpos 2 dhunuesve të cilët paguan para, edhe 3 punëtorë të hotelit dhunuan seksualisht viktimën. Recepcionisti, një 36 vjeçar, 2 pastrues 23 vjeç të motelit po ashtu janë në paraburgim për ngjarjen. Në dosjen e prokurorisë nuk ka shtjellime pse vajza kishte shkuar në motel, ndërsa ka një varg provash që dokumentojnë që të dyshuarit të arrestuar u përfshin në dhunimin sistematik të saj. Të ngjarja ishte zhvilluar në motelin në zonën e Obiliqit, i cili përkundër faktit që punëtorët u përfshin në dhunim, nuk u mbyll deri më datë 5 mars. Dosja hetimore tregon se të dyshuarit u arrestuan me datë 26 shkort, ndërsa inspektorati i tregut nuk ishte dalë fare adit në terren për të kontrolluar nëse biznesi ishte në rregull. Me datë 5 mars, Kallëzo.com vizitoi motelin i cili ishte në gjendje pune, ndërsa inspektorët e tregut u shfaqën aty vetëm kur Kallëzo.com kërkoi sqarime pse moteli nuk ishte inspektuar. Pas inspektimit, Ministria mori vendim për mbylljen e motelit për shkak të mos përmbushjes së kushteve teknike. Kallëzo.com shkoi edhe më tutje. Në orët e pasdites së 5 marsit, ekipi shkoi te moteli në fjalë për të biseduar në lidhje me ngjarjen që pretendohet se kishte ndodhur në këtë motel. 2 persona nuk pranuan që të flasin për ekipin e Kallëzo.com. Shkues të nderuar, rikthehemi në studio. Zonja Anita, po du me nis me ju, po du me nis me faktin që askush prej institucioneve nuk po guxon me ardh edhe me Kallëzo ku ka dështu me u trajtu. Qoftë dhunimi në Ferizaj, qoftë edhe dhunimi në Prishtinë. Për ne është gjithmonë shqetësuese kur kemi të bëjmë me fëmijë dhe jo vetëm. Në rastin konkret, ne kur ka ndodhur dhunimi në vitin 2022 e kemi trajtu, sepse e kemi pa rastin prej medjave, fatkeqësisht. Kur e kemi hulumtu rastin, kemi gjetë këtë shkeljen zinxhirore që i kanë bërë institucionet publike, të cilat mund të pasqyroj këtu gjatë debatit. Problemi kryesor që po ndodh edhe në këtë rast, domethënë që e pash, është mos vëzhgimi i moteleve, mos regjistrimi i personave që duhet me pas në regjistër, si pas ligjit për vendqëndrim dhe vendbanim, dhe kjo po vazhdon të jetë problem ku të miturat dhe fëmijët po vazhdojnë të abuzohen në këto vende. Kështu që për mu, duke u nis nga ky rast, po mendoj që fillimisht ky është problemi kryesor.
për Zotëri momentin. Mujko, pse institucionet s'po vinë me kallëzu kush po e trajton rastin mirë, kush po dështon, e kujt është përgjegjësia, e kujt është mbikëqyrja? Për mua është shumë lehtë sot me fol për këtij pozicionit, mirë po unë jam ai person i njëjtë i cili edhe kur kam qenë në institucione, kam përgjegjë secilës ftesë, të secilët emision, secilët debat edhe juve, edhe tash edhe kur nuk jam në institucion, edhe pse përgjegjësia edhe morale edhe profesionale nuk bën asnjëherë ndaj një veprimi të cilën e kemi kryer në një periudhë të caktuar kohore, mirë po mendoj që nuk ka arsye që mos të vinë në institucionet për shkak se kultura e debatit, kultura e trajtimit të çështjeve që janë të rëndësishme, të miturve, dhunimit, dhunës familje, përdorimit substancave narkotike, këto defekte të cilat e kemi në shoqërinë tonë, nëse nuk debatohen, atëherë ato nuk gjejnë edhe zgjidhje. Ne nuk mund të fajsojmë ose nëse gjejmë dikon një fajtor për një rast, na nuk do ta vrasëm ose nuk do ta dënojmë përjetësisht, mirë po ideja është që qysh me mësua edhe prej gabimeve tona në trajtimin e rasteve të ndryshme. Unë mendoj që gjitha institucionet kanë gabime, gjitha institucionet përfshi edhe na që kemi qenë institucione, edhe ata të cilët janë sot, edhe ata të cilët do të vinë nesër, pikërisht për shkak që ne nuk po trasojmë diçka të mirëfillt. Kjo çka po ndodh, pesha në shumë shtete, po trajtohen temat hapun, në mënyrë transparente, edhe po vinë pastaj edhe mendimet prej të tjerëve, prej ekspertëve, prej njerëzve të çështjes, prej aktorëve të cilët kanë njohuri dhe po na japin informacione të ndryshme. Ne jemi një shoqëri, e dalim prej luftës, e cila për fat keq kemi kaluar shumë më mirë vitet e para pas luftës se sa po kalojmë sot. Nuk ka ditë që lexon raportin e policisë që nuk ke dhunim, jo vetëm të vajzave, po të djemve. Domethënë janë të ndodh dhunime të ndryshme dhe ka faktorë të shumë. Mirë po ndoshta për fillim, t'ja vlara një kolegëve se kam shumë për të thënë edhe do të vazhdojmë ndoshta edhe në raste të tjera. Avokat, ju keni qenë njëri prej avokatëve të një prej të dyshuarve në lidhje me rastin e parë i cili ka qenë në vitin 2022, po më intereson me ditë hetimi që ka qenë i organeve të rendit në lidhje, a ka qenë hetim profesional, a ka pas trajtim profesional në fakt? Se për këtë çështje ku unë kam qenë avokat, sigurisht që ka pas hetime të mirëfillta pjesëpore nga ana e policisë së shtetit, për arsye se policia në momentin kur ka os viktimen e kanë gjetë në rrugë, viktimen ka qenë tërë dhe nuk ka mundur të identifikoj as vendin dhe as personet. E as më tepër kur ka qenë hera po që edhe viktimen me të akuzuar të takue vetëm një kontakt e ka pas me ta. Mi për ka qenë çështje profesionale e policisë së shtetit duke i ndërmarrë veprimet hetimore, vendin duke dhënë vend të ngjarjes, duke marrë kamerat e sigurisë, ka ardhur deri te identifikimi i personave. Ndërsa se për këtë çështje së prokurorisë edhe në gjykat mendoj që ka pas një trajtim të mirë, me një përjashtim ku prokuroria nuk i akuzon të akuzuarit për veprën penale dhe dhunim, por i akuzon për një vepër krejt tjetër e që realisht nuk ishte bënte me atë vepër penale. Për çka i ka akuzuar? I ka akuzuar për shërbime seksuale të viktimës së trafikimit, ndërsa në bazë kodit penal rasti është dashur të tetohet dhe të akuzohen për veprën penale të dhunim. Kreshnik, deri tash kemi disa raste. A ka dhënë përgjegjësi për ata se çka ka ndodhur? Aja që e kemi raportu në vitin para 2 vjetë ka qenë që ka pas një dështim zinxhiror të institucioneve të sigurisë në hetimin e rastit të 11 vjeçares dhe përkundër asaj që ka pas një raport i cili është dorëzuar në Prokurorinë e Prishtinës, i cili prej Inspektoratit Policor ka konstatuar shkelje dhe probleme serioze në mënyrën që policia e Kosovës e ka trajtuar atë rast. Na nuk kemi hetim penal për këtë rast dhe nuk kemi llogaridhënie mbrana policisë të Kosovës për ato veprime që janë bë. Këtë çka kanë qenë disa lëvizje të stafit, pra ata njerëz që kanë qenë të përfshirë në hetimin e rastit janë lëvizë në punë, pra kanë shku prej komandantit këtu në komandant atje ose prej hetuesit në këtë rast në rastin tjetër. Mirë, po përfundimisht tërë zinxhiri i cili ka qenë i përfshirë në policinë e Kosovës në hetimin e atij rasti, në hetimin e atij denoncimi vazhdon me qenë në punë polici dhe vazhdon me majt uniformën e shtetit Kosovës. Njëjtë edhe me prokurorin i cili e ka trajtuar rastin dhe në ato rast është konstatuar që ka pas probleme për shkak se nuk ka pasur urdhëra të mjaftueshme për me hetuar që duhet këtë rast. Pra,
ajo çka ne mujmë me konstatuar është që llogaridhania institucionale për ato çka ka ndodhur para 2 vjetë me këtë vajzë nuk ka ndodhur llogaridhania vetëm e personave të implikuar në rast, por ata që kanë kryer dhunimin ose janë përfshirë si persona fizik janë pru para gjykatës, mirë po zyrtarët institucional nuk janë bë. Kjo vjen si pasojë një tolerimi, kisha me thonë mbrana institucioneve, një solidariteti mbrana institucioneve për me mbrojt njëri tjetrin edhe në rastet kur ka abuzim me profesionin dhe shkelje të autorizimeve zyrtare, dhe në anën tjetër ka dhe një lloj solidariteti të njerëzve mbrana institucioneve për shkak se në momentin kur konstatohet që shteti, zyrtarët e tyre nuk kanë vepruar, atëherë shteti merr përgjegjësi dhe duhet me dhënë llogari para ligjit edhe para qytetarëve. E dyta është post trajtimi. Pra na po e shohim që vajza ka qenë e dhunuar, është konstatuar, shteti e ka marrë në mbrojtje, mirë po brenda 2 vjetë prap përfundon në një dhunim sistematik, edhe ato brenda një natës që 2 prej 8 njerëz. Pra është sërish shteti dështon me mbrojt një fëmijë i cili ka met në rrugë, i cili nuk mundet me mbrojt në këtë drejtim. Pra kemi një situatë ku ne mujmë me konstatuar që në gjatë gjithë kohës kemi dështim për me mbrojt këtë viktimë. Ky është një rast. Po ne besojmë që kemi edhe raste të tjera të cilat janë duke u trajtuar në këtë formë, e në anën tjetër kemi edhe raste të nënraportuara, pra dhunime dhe abuzime seksuale të cilat nuk janë duke u raportuar në institucionet tona për shkak të një stigme që ndodh në vendin tonë. Ajo çka duhet me e kuptu është që në mënyrën e trajtimit ose në mënyrën qasjen gjenerale të shtetit ndaj kësaj problematike, na nuk kemi pas në ndryshim sistematik ose ndryshim përmbajtësor në krejt faktor që i binë me ndodhë këtë raste, pra prej faktorve shoqënor e deri tek faktorët e parandalimit të cilët shteti ishte dashur me inkorporu në këtë punë. Pra nuk kemi ndaj ndryshim ose qasje e cila ishte dashur me imponu prej qeverisë të Kosovës, prej institucioneve të qeverisë të Kosovës në mënyrën se çush i trajtojmë fëmijët tonë dhe sa ju dhojmë hapësirë fëmijëve tonë për me pas qasje në hapësira të tilla. Pra nuk kemi rregull. Edhe pse është vendosur që nën 18 vjet nuk bën me hyrë në motele, nuk zbatohet, pra kjo industri nuk e zbaton një ligj të cilën e ka vendosur shteti, dhe shkelja e plus 18 është sistematike në këtë vend. Edhe nis prej marketeve, nis prej familjes, e shkon deri në secilin mekanizëm të shtetit për cilën mujna me fol tash tutje. Po, çka na mujmë konstatu është që mekanizmat e shtetit janë të dështu me i pru rregullat mbi të cilat funksionon rregulli shoqëror dhe ndalesat për çka mund me bë fëmijët ose çka nuk mund me bë fëmijët në këtë vend, ose deri ku mund me shku prind në kërkesat për fëmijët, ose deri ku mundet me shku edhe komuniteti në kërkesat për fëmijët që jetojnë. Doktor, po flasim për dhunë seksuale të fëmijëve në moshën 14 vjeç, që shpjegohet fakti që një 36 vjeçar arrin përfshihet në fakt në këto vepra penale ndaj të miturve. Fillot emisionin me atë se nuk jam përgjegjësit e shtetit për këtë debat. Edhe po shihet qartë se ata këtë debat po e perceptojnë si një gjykim publik. E ligji ja vjep atë drejt me umbrojtën heshtje. Kjo kështu po e merr këtë karakter në përgjithësi. E dyta është se në miksim ma shumë luftojnë për parandalim se për shërim. Në kuptimin e parandalimit, unë jam i thari asaj që debatet të ngjashme të inicohen për parandalim ku thjesht do të ndërgjetësohen prendat, shoqëria me krejt. E mjerish na po mirëmi me pasojat edhe po e kërkojmë fajtorin. Ku është fajtori? Fajtori është të gjithë ne. Se një 36 vjeçar i cili nuk është deri në atë mos i ndërgjetësum, me e kuptu se ai në atë mosh mundet me e pas vajzë vetën të asaj moshe, edhe e kry një veprim të tillë. E dyta, në ato motele nuk janë të parapame me banu dikush, po zakonisht janë për shërbim. Edhe ka qenë një vajzë e cila ka qenë e strehume aty. Ku jem ne si shoqëri në këtë drejtim? Cilat janë institucionet, cilat do t'i ofrojshin asaj vajze se janë shtëpit e mbrojtura, apo i përmbushin nevojat e atyne, them kushtimisht fëmijëve, për me qëndru në ato. E keqja është që na si shoqëri nuk ke mendu në drejtim që duhet me pas institucionet cilat kanë me qenë në mbikëqyrjen e shtetit, po zakonisht lejohen
ato institucione ose të ngjajshme me qenë si organizata jo qeveritare. Edhe organizatat jo qeveritare funksionojnë sa kanë fonde. Çka ndodh në momentin kur ata s'kan fonde? Do me thonë, tash delni se s'kem pare mi u majtë. Në këtë drejtim duhet ne si shoqëri me u ndërgjegjësu, dhe ajo që është një mungesë shumë e madhe është komunikimin ndërinstitucional. Gjykatat, prokuroria, shëndeti mendor, mirëqenia sociale, policia. Ne kem pas një bashkëpunim shumë të mirë derisa kom punu në qendrën për shëndet mendor me qendrën për punë sociale. Ne kem pas takime qoftë javore ose 2 javore ku i kem shqyrtu bashkarisht cëlla është pjesa e përgjegjësisë që ne si shëndet mendor jem përgjegjës për me ofru shërbime, cëlla ka qenë. Ka pas raste cëllat qendra për shëndet mendor në ka njoftu se ekziston një person i mbyllur edhe nuk merr asnjë trajtim. Mirë, po ky ka qenë një bashkëpunim mes qendrës për punë sociale edhe qendrës për shëndet mendor. Aty kanë bet jashtë, për shembull, prokuroria, aty kanë bet jashtë gjykatat, aty... Sa ka vështirësu punën, doktor, kjo mandej të qendrës së shëndetit mendor? Ky mos koordinimi ose mos biseda? Ky mos koordinim është shumë, se për shembull mu më ka ndodhur brenda një dite me i pas deri në 24 persona me aktgjykim për trajtim detyrueshëm në institucion të hapur. Na jemi vetëm një institucion, vërtet qendra për shëndet mendor është vetëm një qendër e cila e mbulon Prishtinën që muj me thonë se është 1/3 e Kosovës. Edhe të bjen për trajtim të personave cilët janë në ndikimin e substancave narkotike, apo të varur për i tyre, e na nuk jem të trajnum për trajtimin e tyre. Këtu është ai mos koordinimi. Gjykata nuk e ka di që në Prishtinë qendrën për shëndet mendor kam qenë vetëm i psikiatër. Zotri Mujko, po më intereson me ditë, po flasim për një të mitur e cila është strehune një motel. Kush ish dashur me mbikëqyr, me mbrojtje atë viktimë? Duhet të qizim të hapur. Se po flasim për një viktimë e cila është edhe në vitin 2022 ka qenë. Unë jam shumë i hapur edhe atëherë kur ndoshta ka një herë edhe dëmtojmë vetveten ose të tjerët, mirë po duhet të jem real me publikun dhe me të gjithë. Fëmia nuk ka qenë i strehum në motel. Fëmia ka qenë në familje. Mirë, po momenti kur ka ndodhur dhunimi, ajo ka qenë e dërguar aty për dikujt tjetër. Po evidentohet si e tillë si strehem. Fjala vendosje strehem është diçka tjetër, po ajo prej familjes është shkuar në hotel dhe aty është keq përdorur, pastaj se dikush e ka lënë ato, ndoshta si kompenzim me mos pagesë ose diçka tjetër ku ta di, po fëmia ka qenë aty jo e strehum, po ka qenë në hotel ato që lexuam edhe për raportit të prokurorisë, ata pastruesit edhe stafi aty e kanë shfrytzuar seksualisht, domethënë kanë kryer një dhunim. Do të them mirë po, nëse vetëm disa minuta të shpjegojnë aspektin kronologjik, sepse për këtë temë ndoshta edhe 6 orë edhe 8 orë nuk më mjaftojnë vetëm mund të flasim kështu. Për çet rast unë kam gjetur vetëm disa pika që do të lexoj ku janë dështimet e të gjithëve. Ndoshta dikush nuk do të pajtohet edhe unë kam qef me pas kundërshtia dhe debat me secilin, me pas se ku jem. Dhe janë disa pika të cilat shkurtimisht, pastaj mundna në mënyrë më zgjeruar mi diskutue. Pikërisht këtu kena të bëjmë, se sot po flasim për një të mitur e cila në atë kohë ka qenë 11 vjeçare, tani më është 14 vjeçare, veç ka hyrë për vitin e 15, sepse 13 vjetë, 10 muaj. Tash është 14 vjeçare edhe për domethënë ka kaluar, se kam dhënat e sakta. Mirë po, çka kemi bëjmë këtu? Këtu kemi një mungesë të kujdesit prindor, fillimisht. Kem parasysh. E kemi një diferencë të madhe mes prindërve dhe familjes, që është një dy bota të ndryshme në këtë rast. Kemi mungesë të pjesëmarrjes në rast të mbrojtjes viktimave kur ka marrë pjesë vetëm punëtori social. Qysh prej natës parë ka munguar mbrojtja e viktimave, e cili është i obliguar që të jetë në rastet e trafikimit. Dhe nuk ka arsye kem staf, nuk kem staf. Arsyeja që ka qenë në raporte. Kemi mungesë të psikologët në QPS. Po folim për raste kur ka ndodhur. Ka pas asnjë psikolog të qendra për punë sociale. Kemi pas mungesë edhe kemi mungesë të themelimit të organit
kujdesarisë që është një trup që përbëhet prej profesionistëve të fushave të ndryshme. Kem pas mungesë të profilizimit të stafit, sepse stafi punon të gjitha punët. Kem pas gabim në mos funksionimin e këshillit të përgjithshëm të shërbimeve sociale familjare që një vjet e gjysmë nuk ka funksionu dhe stafi që PS-ve ka mbetë pa licenca. Është duhet të trajtoj rastet pa licencë në mungesë të sepse këshilli nuk ka funksionu për shkak që ka qenë në Ministri të Financave, pastaj ka kaluar në Ministri të Drejtësisë, edhe u kriju një vakum, një zbrastir ligjore diku një vjet e gjysmë, edhe në këtë rast nuk ka pas licenca për shkak të fajit të ministrisë, jo të stafit i cili ka qenë aty. Pastaj kena pas problem me mungesën e Ministrisë për Politika Sociale dhe Familje sepse e kanë bastardu shpërndarjen e shërbimeve sociale disa në Ministri të Financave, disa në Ministri të Drejtësisë, që kjo është shembull eklatant kur kombot nuk ka shërbime sociale në Ministri të Drejtësisë. Kjo është rasti veç te Kosova. Pastaj kemi pas problem mbi kthyrjen e vonesën shumë të madhe të Institutit të Forenzikës në sjelljen e raporteve. Në momentin që ka dalë raporti prej Institutit Forenzikës, menaxhu na arrestu personat e parë. Domthonë kanë çaluar se kena shumë punë dhe nuk e kanë ekzaminuar telefonin edhe këto. Ka zgjat derisa u bë publike. Në momentin që u bë publike ka hyrë parad, sepse nuk është shkruar pastaj. Na kem problem? Kem problem në sigurinë dhe në mbikëqyrjen në strehimorën shtetërore, e cila menaxhohet në Ministrinë e Punëve të Brendshme, sepse edhe aty flitet që ka pas diçka pastaj. Kem mungesë të psikologët në strehimore. Tash llogaritën e strehimore për viktimat e trafikimit, nuk ishte psikologë mbrana, u duk shërbimet mi kontraktu nga jashtë, mi çu psikolog mbrana, edhe ato herë për një organizatë, kush ka bërë Ahmet në art, sepse nuk ka pas diçka që është e mbrana që duhet jetë. Pastaj trajtimi i rastit për Ministrisë Drejtësisë. Ky rast është dashur të trajtohet për Ministrisë Punëve të Brendshme sepse trafikimi edhe dhunimet janë pjesë e Ministrisë së Punëve të Brendshme, sepse aty është mekanizmi, edhe strehimorja shtetërore është në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme, jo në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Po kur i kanë marrë kompetencat, kanë vazhduar ashtu. Ka qenë gabim në raport në media, ka pas raportime skandaloze, sidomos ka qenë një rast ku RTK-ja ka transmetuar një kronikë e cila tonë ka ndikuar personalisht edhe për largim edhe prej vendit punës. Pastaj ka pasur ndërhyrje në menaxhim të rastit nga niveli politik. Ka ndërhyrë edhe stafi i Ministrisë së Drejtësisë, edhe stafi politik i Komunës Prishtinës. Ka ndërhyrë në menaxhim që është kundërligjore. Në çfarë mënyre zotëri Mugo? Ka ndërhyrë sepse ka ndërhyrë edhe në vendimare kush e menaxhon edhe ku do trajtohet rasti edhe kush, edhe kanë pasur edhe takime të përbashkëta për neve pa neve. Nuk guxon mi ndërhyrë në menaxhim të rastit në aspektin profesional stafi politik. Është ligji i cili e ndalon sakt këto. Pastaj çka ka pas? Ka pas mungesë të seriozitetit për trajtim jashtë vendit. Kam pas kontakt me gjithë ambasadat deri te presidenti i shtetit, ku kërku ndihmë prej të gjithëve që hajde ta trajtojmë këtë rast jashtë sepse s'kem kapacitete. Ndoshta të ndrojmë edhe identitetin, të trajtojmë dikun edhe ta ruajmë si dëshmitar në rast. Mirë po s'ka pas rezultat as pak. Ku ka qenë pastaj gabime tjera? Forma e komunikimit ka qenë jashtëzakonshme. Më fal se po duam më nolç të trajtimi jashtë. Çka ka qenë kërkesa për mu trajtu jashtë, për shkak se nëse është konstatu prej qendrës për punë sociale që nuk kemi kapacitetin me trajtu viktimat, çka ka qenë kërkesa për më shku jashtë? Ka pas institucione sepse me ligjen të trafikimit lejohet që viktimat e trafikimit të trajtohen edhe jashtë shtetit në aspektin ndërkombëtar për shkak se ruhet privatësia, konfidencialiteti, edhe ruhet si dëshmitar në rast, edhe ta kem si dëshmitar për shkak se ne dimë që në Kosovë s'kem institucione që i trajtojnë këto raste. Veç vazhdoj edhe me pak, sepse janë shumë e rëndësi. Ka qenë forma e komunikimit shumë, domethënë pas niveli qendror, niveli lokal ka komunikuar në formë hasmore, sikur presion, jo bashkëpunim për me gjetë rastin. Ka qenë gabimi fatal, që ka qenë një javë para ndërheqësime, 2 javë ashtu, kur policia bashkë me prokurorën pas një takimit që kemi pas në grupin ndërministror, e kanë rruar shkallën e rrezikshmërisë prej të lartës në të ultën. Pa kalu fare në mesmen, as pa përfill me ndihmën e grupit për ndihmë direkte, edhe personave të cilët janë aty. Edhe ky ndryshim i këtij vlerësimi të shkallës së rrezikshmërisë prej të lartës në të ultë, kjo për mua ka qenë edhe kum reaguar edhe në mënyrë zyrtare. Pastaj i kanë marrë privilegjet, policia kur ka dhënë i ka marrë privilegjet, ka thonë na vendosëm kur është shtim në strehimore, kur e nxjerrën për strehimore, kur ka kërcit diçka, as nuk ju ardhë dhe kanë ikë ndoshta edhe për takimeve. Pastaj ka qenë gabim vendosja e viktimës së njëjtë në strehimoren për viktimat e dhunës në familje. Ka qëndruar për mujt të tonë në strehimoren për viktimat e dhunës në familje ku vendosen gratë.
në mungesë të institucioneve të tilla. Ka qenë gabim ndryshimi i vendbarimit sepse familja ka pas shtëpi shumë të mirë, ka pas familjar për rreth, mirë po është marrë një vendim për japëm një banesë edhe për vendosëm në zonë urbane, edhe pastaj edhe qasja ka qenë shumë me lehtë me dalë dhe me kërku. Pastaj ka qenë masa mbikëqyrjes kur është liru, kur është vendosur në familje, sepse ka ndodhur pas lirimit tim nga pozita, nuk e di kush e ka pas për obligim me mbikëqyr këtë rast në shtëpi. Ka qenë policia, ka qenë punëtori social, apo s'ka shku kurrë veç për bëjmë një bashkim familjar. Pastaj ka qenë është mungesë e madhe kontrolli pyetja në motele, këto që veç e përmendëm, në moshën 18 vjeçare, kur çdo bëhen thonime dhe shkaktohet gjithçka. Gabim ka qenë mbyllja një strehimorës, dy kemi pas krejt, edhe njëna është mbyll tash mini vjet, e cila i ka strehu fëmijët, e ka trajtuar të abuzuar dhe kemi mirë në një strehimore për shkallë të ojtë dhe të mesme të rrezikshmërisë. Pastaj ka qenë një mungesë e madhe veç edhe pak gabimi i përkrahjes nga OJC. Shumë kanë bërë zhurmë, mirë po asnjëherë sa kam qenë në atë pozicion nuk ka një OJC ose disa OJC më thonë çka dy ndim ty. Sepse për shumë që s'keni kapacitet edhe krejt për gjujmë. Gabimin qasje të pakufizuar në rrjete sociale, përdorimi telefonave, sepse mënyra vetme për me shtru këtë komunikim është ashtu e madhe. E kemë mungesë një qendër për trajtimin e rasteve të dhunimit seksual, që është shumë me rëndësi që ta kemë në Kosovë në qendër të tillë, edhe gabimi më i madh kisha me thonë është që gjitha këto raste, mbi 70 lloje të klientëve i kanë gjuar në një institucion, qendër për punë sociale, e cila është buzë falimentimit, e cila nuk ka staf, nuk ka kuadër, nuk ka asnjë përkrahje, edhe në shumë herë kam thonë që vetëm njerëz të mallkuar për Zotit punojnë në qendër për punë sociale, sepse gjithat përgjegjësi, gjithat detyrë, gjithat obligim të cilën e kanë, edhe mos mi përkrah as niveli qendror, as niveli lokal, as kush, edhe veç me hull mbi ta ton kohën gur është e pafaqshme. Prandaj na jemi këtu të bisedojmë edhe të shohim se ka pe orientojmë politikat sociale në të ardhmen. Këto raste s'kemë shumë të ndal. As që ndal përpara s'kan më ndal. Po të paktën ti parandalojmë dhe ti trajtojmë. Kreshnik i përmendit zotëri Mujku gjithë këto shkelje, neglizhencën e institucioneve, kanë marrë viktimën, e kanë çuar në strehimore, kanë kthy prap. Pastaj kanë marrë raporte pa u informu edhe prej anës së punëtorëve social. E përmendëm më herët që kërkush nuk ka marrë përgjegjësi, po çu tolerohen këtu prej institucioneve? Tash, e para që duhet me u konstatu, edhe përkundër faktit që kemi dënime bukur të larta në rastin e parë kur është dhënuar 11 vjeçaria, publiku, komuniteti nuk e kanë kuptuar peshën e ndalesës së një marrëdhënie seksuale për personat në moshën 16 vjeçare e po ashtu marrëdhënie seksuale me personat në moshën 14 vjeçare, që është vepër penale e dhunimit. Pra, na problemin e parë kemi që komuniteti mendon që lejohet mu bë marrëdhënie seksuale në moshën 14 vjeçare. Dhe njerëzit po na dëshmojnë që ende nuk e kanë kuptuar mirë këtë mësim. Pra, komuniteti, qytetarët, këtë tjerë, për shkak se kemi raste edhe të tjera, jo veç kjo. Pra, numri i njerëzve që përfshin këto vepra nuk është i vogël. Nëse brenda një viti ti kem 10-15 njerëz, të cilët janë të rritur, të madhor, na këtu po e shohim që kemi një dështim të shtetit për me eduku masën për ato çka thot ligji, për ato çka është ndaluar. Nëse na kishim vendosur që në gjithë këtë audiencën tonë me pas një edukim masovik, edhe në komunitet, edhe në fusha tjera, na mendojmë që njerëzit kishin pas më shumë kujdes në këtë punë dhe kërkesa për me bo vepra tilla i shkon më e ulët. E dyta, shteti nuk është umri, edhe institucionet janë të njohura, të cilat janë të umri duke dështu në vazhdimsi me e zbatu ligjin. Pra na nuk mujmë me fajsu vetëm prokurorinë ose vetëm gjykatën në këtë fushë, mirë po zinxhiri edhe çështja është sistematike. E ke inspektoratin e tregut, e ka për obligim me mbikëqyr shitjen e drogës, shitjen e alkoolit, se droga nuk është e lejuar me shit, shitjen e duhanit. Prezencën e trive ose fëmijëve në hapësira ose në lokale ku konsumohet alkooli dhe ku konsumohet duhani. Prezencën e fëmijëve jashtë pas orës 10 nuk mbikëqyret në asnjë moment. Pra çka kemi problem? Na e shohim që në qendrat e Prishtinës thehet ligji. Thehet ligji për shkak se në gjitha kafeteritë e Prishtinës, nëse jeni në moshën 16 vjeçare, ty të lejohet me konsumu alkool. E dim që shitja e alkoolit është vepër penale për miturit. Nuk është kundërvajtje, nuk është diçka e cila i thënë rregullat e tregut, mirë po kamarierët të cilët shërbejnë në lokalet tona nuk e kanë të njohur këtë element. Shitësit e duhanit, shitësit e ilaçeve nuk janë të edukuar që fëmijëve nuk guxojmë ju shit preparate të caktuara. Tash, a është pështim për njerëzit nëse ti nuk e njeh ligjin? Jo, sepse ligji të bën përgjegjës ti me njoftë.
Mirë për fakti që na nuk kemi pas veprime, ka toleru që na me jetu me një ambient ku çdo gjë është e pasigurt. Tash, këtë botën e dim që është rregull me pas hapësira, motele, hotele etj. Por nuk mundesh me hyj pa e dhënë letër njoftimi. Sepse Po ligji këtë rast e kemi pas Brekreshnik edhe në vitin 2022. E kemi pas, saktë kemi Se pas. halon nuk kanë marrë vesh me thoni Nuk kanë marrë inspektorati tregut me dalë. nuk kanë marrë vesh, sepse nuk është mbyll asnjë motel në Kosovë për shkak se nuk i ka të respektuar rregullat. Dhe kjo është problem. Nuk është falimentu asnjë biznes i tillë. Nuk ju kanë qitë shirita, nuk është sekuestruar, nuk është konfiskuar, sepse ka një tolerim masiv për njerëzit që punojnë në institucione për këtë veprimtari. Pra, nuk është as mbyll asnjë motel në cilin ka ndodhur një dhënim, nuk është mbyll asnjë motel në cilin është gjetë një person në moshën 18 vjeçari i cili është futur aty pa lejen e prindit, dhe kjo është shkak pasojë tash. Në momentin kur na e tolerojmë hapësirën, krijojmë mundësi, atëherë këta njerëz që kanë problem, sonë doktori është këtu, po unë nuk mund me qujt njëri të shnosh me ndërresh një person i cili bën marrëdhënie seksuale me 11 vjeçar ose një 13 vjeçar. Këta njerëz që kanë prirje të tilla e kanë më të lehtë rrugën, edhe e krijojnë një ambient shumë më komfort për me kryer këtë punë. Mendoj që përkundër faktit që kemi diskutuar edhe politikisht, edhe publikisht, edhe tjerë, ata që është dashur me marrë veprime, e para nuk e kanë haberin për mi kry punë që do të mi bo, edhe e dyta kanë dështu me garantu këtë mbrojtje. Pra, prej qeverisë, prej institucioneve, prej kuvendit Kosovës, prej ndarjes buxhetore e deri tek llogaridhënia, na vazhdojmë me dështuar këtë pikë dhe mendoj që është alarm. Alarmi kemi thonë që ka qenë edhe para 2 vjete, kemi vazhduar me pas statistikat të cilat kallëzojnë për trende shumë të këqija, nështë është rritë raportimi, për neve problem praposht numri rasteve të pa raportume që ato Edhe prapo shohim Greshnik neglizhencë në fund, gjashëm sikur sa në vitin e kaluar. Avokat, në rastin e parë ka pas dënimet kanë qenë të larta, po shit që kanë pas rezultat në terren në atë aspektin, prapë kemi rastin e njëjtë sepse është viktima e njëjtë, ta kemi të qartë. Realisht nëse shikojmë këtë çështjen e dënimeve, kanë qenë një ndër dënime më të rënda që nga dhënë kryesve të këtyre veprave penale. Minimum ka qenë 10 vjet që janë dënuar persona. Të mitë kur kanë kryer veprën penale janë dënuar më pak, për shkak se dinë që dënimi që mund të shqiptojnë në fëmijë është deri në 10 vjet. Mirë, po sa për ka çështës të madhorët janë dënuar shumë, përkundërsa kjo çështje nuk ndodhet, nuk është vëdësu shoqënia. Si po mendon shumë janë dhënuar. Që po mendon pse? Si shumë. Dënime që i ka dhënë këty në janë të mëdhaja. Jo, më që mëdhaja? Jo. Shumë mëdhaja do të me qenë. Jo, po e tani për që ata prekena Petrosin që për të përsëritë. Po nuk pa rritë qëllimi dënimet. Avokat, problem një dikun tjetër. Dënimet e që ke me përandalu kryusit, po edhe shëshnin. Ata janë dënu për një vepër. Edhe na i kem raportimet për mrenda ditës në vendet të ndryshme 5 deri në 10. Ju po flitni për një dënim, për një rast. Sikurse që to dënime të kishin qenë për 10-it, sikurse mobilizimi i institucioneve përkatëse, mos i numroj, të kishë qenë i duhur, kishë me qenë pak më ndryshe. Po nëse prej 50 vetëve, vetëm njeni e ha një denim të madhë, do me thonë shteti se pas ka për një me. Këtyre panderë që kanë qenë në qoftë rastin e po, qoftë rastin e dytë, gjithë kanë morë dënime kapital, një ndër dënime më të rënda që kanë shqiptu kërëzë jenë. A mo vesh një, avokat. Për qoftë e kena edhe qoftë në rastet në peja të 15 vjetë të dënue, për një putë që ka bo. Mi, po kjo shoqëni nuk përdin. Nuk përdin që është ndaluar me prek personin pe deri moshën 18 vjeçare. Nuk është që nuk e din. Nuk është që nuk e din. Po nëse ju po më flitni për 2 vetë, që janë dënu në mënyrë drastike, dënimet ma e krejt, e une po të regoj. Mbi 15 veta e. 15 veta. 8 vetë kanë qenë në rastin e parë, 5 kanë qenë në rastin të plus 8 që ke rasti i fundit. Për një vit raportohon dhe deri në 15 raste në vendet të ndryshme. Do me thonë 15 që kanë denu,
E na kem 15 raste që mujnë me u raportu gjatë mujt janë shumë ma tepër, me siguri. Vetëm në janar edhe në shkurt në bazë të statistikave që i pash në raportin policor ditor, do me thonë prej datës një janar, ishe 21 raste të dhunimeve. Edhe kryesisht viktimat këtë qëtë. Na po folim për 50. Në fakt, doktor, veç një të kë rast, që më ka bo shumë për shtypje se e kom përcjellë, vazhdimisht e përcjellë. Avokat kanë bo kërkesa që dëshme për mu, me shku të instituti mjekësisë ligjore, me vërtetu mos viktima i ka pas 6-17 vjetë ka gënyu moshën, dhe më veç për me mbrojt, më falë, sepse janë dërkarime publike. Për këto që bethu ti, ka pas rekomendim të gjykatës supreme kur u kthye rasti në rivendosje. Kanë thonë, merë shikone se qëfar gjende ka. Qëfar moshë ka, për arsye. Veç me shpëtuar. Për arsye, sepse fiziku, ja se jeti personin ka qenë dukshë me masë se një personin me leqo. Nuk do të më bëjt kriminali për për pare, do të më denu maksimum edhe hetë më bëjt të përpjekje. Ka do që 6.000 deri në 7.000 vjeqore. Nëse po flasim për të njëjtën vajzë, në dosin të cilën na e kemi siguru, ajo identifikohet si person i mitur. Të salojmë çfarë ekspertize ka qenë 16-17 vjeçare. E ka qenë ekspertiza që i bon Masia Dorës e ka qitë ato, edhe ajo thot është e mëndshme. Institutës Mjekësisë Ligjore janë shumë mirë, ato thot, ka mundësi, mirë po nuk e vendimin, verdiktin final. Edhe këto është një sistem... Verdiktin e gjykatën, nuk e jabë mjekësia. Gjykata nuk është ekspert, gjykata nisët në bazë asaj që ka thot Instituti Ekspertizës. Që është gabim me insistue të mbrojmë këta njerëz që kanë bërë një dhunim. Këta do të mi dënu maksimal edhe me thonë që, jo me thonë, po me tregu që realisht mosha ka qenë. Nëse i dënuar, po shkuna para gjëna mjetë të i mojtë të bërë ka 10-15 vjetë. Jo pëgjerojnë atë të dhunojnë vajzat tona për të. Kuptu një element shumë të rëndësishëm. Një person i cili bën marrëdhënie seksuale, dhunon një 19 vjeçare. Ajo është person me rrezikshmëri të lartë shoqërisë. Po, është mos me dhunu. Veç me pas marrëdhënie mjafton. Nuk është njëjtë si me bo një vjedhjet një marketi, ku potencialisht ki mundësi të mëdha të rehabilitimit. Nuk është njëjtë sikur me dhunu 19 vjeçare, për shkak se këtu përpos veprës i ki dhe një smundje, të cilën duhet me trajtu, dhe këta njerëz kanë rrezikshmëri të lartë shoqërore. Kanë rrezikshmëri të lartë për komunitetin. Pra, mundesh mi karakterizu ngjashëm sikur terroristët synojnë me dëmtu shumë komunitetin, njerëzit që kryjnë dhunim seksuale të fëmijëve. Këta janë persona me rrezikshmëri të lartë. Dhe këta njerëz na nuk mundna mi trajtu njëjtë sikur ata që kanë kryer një vjedhje, sikur ata që kanë kryer një aksident trafikut, sikur ata që janë përfshirë në një rrahje, në një afekt, ose sikur ata që janë kopë murreh për një parking. Rastisht ka ndodhur. Domthonë nuk është vepra e njëjtë, elementet e veprës nuk janë të njëjta. Këta njerëz do të mu izolu. Nuk prej këtyne të burgosonve, prej psikiatrit apo prej institutit psikiatrisë forenzike? Gjithë në ekzamin. Dhe kanë dalë smut? Gjithë kanë dalë. Kanë posë ngecje në zhvillim, po shkak të kushteve se si janë rri. Vetëdijshëm kanë qenë, mirë mos harrojnë se ka edhe atë në atë rastin, ku kam qenë unë avokat, nuk është edhe që e qesëm në praktikisht dhënim klasik. Nuk ka po dhënim klasik, se nuk ka as me dhunë, as me kurgjë. Dhënimi këto të në rastin konkret, dhënimi ka qenë, po shka vetëm të moshës. Vetëm të moshës. Ligje parashësh është dhunim edhe në të krasa dhe për shkak të moshës. Oke, unë po në pedi, mi po jo që beqesu në përmedja, dhunim klasik, me marë me shinë dhu, me kapë, me lidh, me po jo. Unë po të kuptoj plotësisht relevante kjo nëse ai ka plotësisht, detyra jote është me mbrojt. Nuk po thonë, unë po të kuptoj realitetin qarë. Jo, realitetin a duhet me bo në parandalim, puna. Jo me mledhë sot me fonë këtë tavolin me një shkas që ka ndodhë. Absolut parandalim është kërësura. Se na keme dhe inceste, cëllat nuk raportohen kur, që janë trajtu të na, ku mosh dash pa tjetër, qendra për punë sociale dhe bashkëpunimi me polici. Edhe nëse unë e kisha më shef atë rast, kisha qenë bashkëpjek smarts, e unë e ju kuptoj juve që kini mi mbrojt. Unë e po foli për shoqëri, po doj me vedisu shoqërin, jo,
e kem një grup pak ma të vogël. Jo me denime. Jo me denime që Po du shoqërinë me vetëdisu. Ç'po pretendoni ju? Mas pari ta vetëdisojmë zhvendësit. Ata që po i përpilojnë ligjet. Let është mu përpilu një ligj i cili nuk po këqyrët implementimi i ti. Do me thonë, mas pari janë personat që i bin ligjet, mas andaj e kem qeverin e cila e ka për detyr që ato ligje me qenë të implementume edhe me unë bikqyr, në në kënë zgjirë si jem kërkon. Na po mirëmi veç me pasoja. Hajde po ulmi piqesin 15 pika edhe gjdo rast tjetër i keme boj me tek. Kjo u kry, kjo u kry, kjo u kry. A kështu, kur jenë rasti krejtën varët, kush o polici jetus, kush është prokurori, kush është gjykaci edhe në fund qëndra për punë sociale. Po ti s'pas ke bo kur gjo për to, e gjetën fajtorin kryesor. Mas letë një institucion lokal me shku të gjithë me hyrë në tafë dhe më thonë. Shumë në rëndësishme është një element me konstatu. Po, Krishnik. Ky rast ka qenë si rast model. E para për mi vendos standardet e dënimit, për sa do të mu dënu njeri në këtë punë, për shkak se ka pas një monitorim, edhe e dyta për mënyrën e trajtimit viktimës. Do me thonë, nëse na kemi dënimet deri diku maksimale në këtë rast, që unë prapë menoj që është dash me shkunë maksimumin e ligjit e po ashtu me pas edhe mbikëqyrje tjetër, edhe obligime për me trajtu në kujdes psikiatrike, psikologjike tjetër, po ajo është temë tjetër, është dash proces ligjor. Shumë po pajtona me ty që marrë si rast model, çka është normal? Modeli ose standardi i vendosur për gjykatës deri diku kallëzon që me kry një dhunim të një 11 vjeçare kemi marrë dënim të madh. Fair enough. Edukimi për këtij dënimi prapë kena dështu për shkak se i kemi 8 njerëz në të njëjtën viktimë. Unë kemi dështu me që mesazhin e gjykatës te publiku. E dyta, trajtimi dhe mbrojtja e viktimës. Ky shtet ka dështu me marrë viktimën të cilën e ka pas në procedurë, edhe në procedurë penale, edhe në trajtim me mbrojtje. Nuk kemi të folë për një madhor, i cili është viktimi, të folë për një fëmijë i cili deri në momentin kur ka ndodhur rasti ka qenë ende në moshën 14 vjeçare. Kush dështu? E çëshm rrit një viktimë e tillë Krishnik, një viktime një traume kaq të madhe me përfundu prap në rrugë pa emri moshën madhore. Përmandi Verbiu një lizë gjatë, sepse nuk kemi vullnet me ndërtu mekanizma të mbrojtjes së viktimave, mekanizma të ofrimit të asistencës. Na menojmë që zgjidhja e problemit social ndodh mja ble dikujt një banesë, ndodh mja dhon do pare, edhe nuk merremi me shkaktarin. Ne ende kemi shumë pak fëmijë që janë marrë për kujdesit prindëror, na nuk kemi një mekanizëm i cili i merr fëmijët prej familjes në kujdesit shtetit dhe thjesht i dërgon tjetër ka, hezitojmë me investu, hezitojmë me e kap problemin, pra nëse Verbiu ka pas mendim profesional që kjo viktim duhet me shku jashtë vendit mu trajtu, dikush për burokratëve mrena ka thonë, okej, pret se po dojkan me bu këto milionerë ose me qita azil, dikon edhe kjo me pështu. Nëse dikush ka thonë mendim profesional që viktima duhet me shku jashtë vendit mu trajtu, aty ka një arsyeshmëri, dhe ai personi cili ka refuzu këtë punë, ai së do të me arë mu përgjigj. Sepse viktima prapi ka 8 dhunus mi vete. I ka dhe 8 radhë. Nuk e dim tjera sa ka mujtë me pas. Po mbrana 2 ditë i ka pas 8 dhunime tjera. Dhe tash, ai personi cili ka thonë, jo, s'do të me shku kjo në trajtim jashtë vendit, ai do të me dhonë llogari. Sepse ai ka gabu profesionalisht, kur e ka rëzu vendimin, rekomandimin që viktima do të mu trajtu jashtë vendit. Derisa është shumë e rëndësi, derisa ne kemi qenë të trajtu rastin, sepse kjo është rastin nuk trajtohet për 3 ditë edhe një, po ka qenë muje vetë. Derisa ne kemi qenë duke trajtu rastin, debati i mbrenshëm, mbrana qendrës për punë sociale, mbrana 3 njësive edhe ekspertëve që ata që kemi pas mbrana, edhe kemi mëftu edhe për jashtit shumë herë për kraj, edhe për qendrës shëndetit mendor, edhe për psikologëve të njoftën eminent, të cilët fatmirësisht nuk kanë përgjigj shumë mirë. Një prej debateve ka qenë që të iniciuohet procedura e marrjes së drejtës prindërore të këtyre prindërve. Edhe derisa ne kemi diskutuar në këtë aspekt që të nisëm procedurën sa është, po është hala në strehimore, po bëhet vlerësimi i rrezikshmërisë, shkallës së rrezikshmërisë, edhe ka qenë dikun data 7/7/2023, u mojt grupi koordinues, edhe kemi folë, kemi marrë hapat, rekomandimet, kemi marrë vesh se çka do të bëjmë. Me një herë mas një javë, me 13/7 ka ardhur vendimi i policisë, i cili thot i ullet shkalla e rrezikshmërisë prej lartës në tol. Çka nuk kupton? Sipas standardeve dhe procedurave, nëse ullet shkalla e rrezikut në tol, ajo mund të vendosë strehimor edhe në familje sepse nuk ka më rrezik. Edhe ne kemi një situatë ku më reagu
prap publikisht edhe përmes email-it zyrtar. Pastaj ka qenë edhe një takim i përmena merret mes komunës edhe ministrisë, edhe kjo ka ndikuar që me 28 shtati tonë të jap dorëheqjen nga pozita e drejtorit, sepse kom pa që ka ndërhyrje involvim, edhe kom hap rrugë, që shtojnë këta Shqipni hap krah, hapa rrugë edhe vazhdoni, sepse nëse ndërhyjnë në menaxhem, edhe sot mendoj që edhe atëherë duhet mu inicu procedura e marrjes së drejtës prindore, edhe sot duhet iniciohet procedura e marrjes së drejtës prindore, sepse është dështim total i familjes, e cila nuk ka mundësi, nuk ka aftësi mu kujdes për këtë. Bile avokati popullit e pat bën një rekomandim, edhe në mes tyre i ka dhënë çdo sugjerime që përmendën janë që kena ditë këtë botërisht, po ajo që ka qenë për neve është pra interesant, unë hala se kum kuptu edhe se kuptoj edhe kum reagu në një fjali, thotë se vlerësimit të prindërve të fëmijës në raport në avokatit të botë tekst oficial numër 4 të zjarë, të cilët konsiderojnë se laik në fushën e ligjit dhe të sigurisë publike. Do të thonë për familjen. Do të thonë për familja me kanë përgatitje profesionalisht në si. Po, zonja Anita. Arsyeja ka qenë që kur u liru vajza në shtëpi, se ka desh familja dhe vajza me shku në shtëpi dhe nuk janë marrë hapat këto rrezikshmëria mu vlerësu, ne kemi thonë që është dashur institucionet të kujdesen për atë fëmijë, për rrezikun për atë fëmijë dhe jo t'i lihet dëshirës së prindit, i cili është laik në fushën e sigurisë, për me jalon në shtëpi fëmijën. Dhe me marrë të drejtën prindërore, me konventa për drejtën së fëmijës është mjeti i fundit, sepse interesi më i mirë i fëmijës është me ndajt pranë familjes. Po shkoj pa fond. Ma në fond që kemi pasku po ne këtë kemi një listë gjatë të institucioneve që kanë bërë shkelje. E përmendet Agjencinë për Forenzik. I ka marrë 63 ditë që të bënte ekzaminimin e tërheqjes dëshmive. I ka marrë 137 ditë që të bënte ekzaminimin e ADN-s. A e keni për rastin e parë? Po. Do të thonë 2022. Në IML 90 ditë e kanë bërë për me çu raportin. Pastaj i përmendëm motelet, problemi është që ti nëse si ki provat shumë zgjatë procedura, se shteti nuk e ka vetëm për obligim mi ndjek kryshtit e veprave penale, por edhe efektivitetin e hetimeve duhet me bo sa ma shpejt, sidomos në rastin e fëmijëve, o shumë e rëndësi, për shkak të ndjeshmërisë të çështjes. Në këto raste ata krejt kanë bo shkelje, për arsye se nuk e kanë marrë me prioritetin e duhur. Po, çka themi tash kur rasti është paraqit, thotë u dhunu mbrana institucionit, mbrana strehimores shtetërore për mbrojtjen e viktimave të trafikimit me shkallë të lartë të rrezikshmërisë. Edhe rasti tretë paraqitet, edhe pse nuk ka një raport në pas ka qenë një ngacmim seksual mes një vajzës 14 vjeçare dhe kësaj 12 vjeçare, mirë po në media dele plason një gazetare bën një emision të tillë me cilin sulmohen apo ne, kanë sot dalë edhe pse informata dalë për prokurorisë Gjakovës edhe instancave tjera, edhe aty del thotë u zhdhunu për herë të tretë në strehimore shtetërore. Edhe pastaj prokurorisë konfirmuan këto prap sulmohet që pastaj prap sulmohet vebiu, prap sulmohemi ne, pse u dhunu mbrana strehimores shtetërore. Kjo është një absurditet vetë. Bile unë kom bërë reagim edhe në RTK, kom qu disa shkresa, po ma vonë pash e mora vesh, mas i dola për punë e mora vesh që RTK e shkon e kapë në për shtetit, edhe nuk më ktheshin përgjegje, më tregu spoko atë. Veç ja ke marrë informatën prej meje, sepse unë isha 100% i bindur që as i kom dhënë përgjegje gazetar. Kështu që këtu na kena dështu edhe në institucione, edhe në strehimore, edhe në familje dhe krejt. Kemi bërë hetim edhe për këtë rast dhe nuk kemi gjetë shkelje, domethënë. Pse s'keni dalë me reagu, me thonë që nuk ka qenë dhunem aty, sepse është paraqit që është dhunu prej një vajze 14 vjeçare, një vajzë 12 vjeçare. Kjo e hu besimin në institucione. Institucioni më i lartë, strehimorja shtetërore, për viktimat e trafikimit në shkallë të lartë të rrezikshmërisë. Kjo është domethënë ka hapësim për diskutim, edhe për me gjetë zgjidhje. Nuk janë për me sulmu kërkan. Janë për me gjetë zgjidhje sepse duhet mi trajtu rastet. Edhe në tarme do të me di qysh ka mi trajtu që paseja, qysh ka mi trajtu e mbrojtje viktimave, qysh policia, prokuroria, gjykata, strehimoret krejt, po me përfshi edhe shoqërinë civile, e cila nuk është vetëm për me hullgur, po është edhe për me përkra. Sepse unë mendoj që ka shumë profesionistë mirë në shoqërinë civile, të cilat punojnë me mbrojtjen e të rrethave grave, me ofrimin e shërbimeve. E nëse s'kan Nëse nuk kemi fonde na jemi edhe shoqëria civile janë aktivist. Një pjesë e njerëzve nuk e bojnë pse ka parë për mu pagu ato, po e bojnë për shkak se jemi të rrit fëmijë dhe na këtu. Edhe unë sot e kam vajzën 12 vjeç. Edhe duhet me bë këtë punë e bojmë për më tregu njerëzve të tjerë, që kur të shish shajën 18+, mos e le fëmijën tënd me hiç aty. Kur të shish një shaj 18+, mos ja le fëmijës tënd me boq atë sa. Ajo nuk shkon me babën aty. Aty është shumë e rëndësi me kuptu se në momentin kur ti ja ndalon fëmijës tënd, aja edukon një fëmijë tjetër, e mëson një fëmijë tjetër. Në momentin kur ti ja lejon, ai ka më shndruar në normë këtë punë. Problemi
është që në shëndru norma do gjanat të cilat në një shoqni normale nuk ishtë dash mu leju. Dhe tash nëse ti e edukon fëmin tëm pse nuk do të më shku me pi alkohol nëse i ka 9-16 vjeç, sepse përpos vetën e rrezikon edhe kamarierën se mund të shku në burg, atëherë kjo është diçka tjetër. Ose pse ti nuk bën me elon 9-18 plus me ti në motel, edhe nëse i ka milionat, ke neve në ndryshon situatën. Për mu kjo është problem i madh. Trajtimi social që ne bojnë disa ekspert, mrena shoqëni civile, ofrimin e shërbimeve të tjera, kjo lyp fonde të tjera. Por reagimi shoqëror për këtë situatë do të më i madh, për shkak se problemin e kena mrena, problemi po na dëshmohet që nuk ka zgjidhje. Dhe jemi tu e riciklu. Kjo është brenga. Kjo është problemi më i madh. Na pe flasim një rast. Mu po mbrengos ajo që po flasim për njenin prej rasteve. Më thomë se nëse vazhdojmë këtë mënyrë, kjo ka me në u zhvillu në një dukuri, që ka me qenë shumë ma vështirë ma vonë me vepru. Doktor, a di ku është problemi? Është që na kemi pretendu që njerëzit më të mëshëm si veni i angazhojmë me e trajtu qëtë rast dhe me ndërtu një rast model, shkollor. Qysh trajtohet një rast i tillë? Okej, kemi pas një tragedi, kemi dështu, tash rasti ishtë dashme me qenë shkollor. Me qenë rast suksesi që është viktima mbrohet, që është viktima trajtohet, që është viktima kthehet në jetë, që është këtë komuniteti nuk mund me identifiku, dhe nashta kur ti kish bot 18 vjet viktima, ish kthy dhe ja kish nis me rrëfyq që i ka ndodh, nashta kishun bot dhe filma për këtë punë, për me mujt me kallëzu ç'është ka mësuar, ç'është trajtuar, cilat janë rezultatet. Fatkeqësisht, dhonat po na kallëzojnë që dështuam, edhe pse i kena mbledh mendjet më të mira të vani për me trajtu rastin, na dështojmë. Nuk dështojmë për faj të fëmis, sepse është fëmijë, dhe na kemi obligimin me mbroj. Më falë, kur i keni mbledh ato mendjet më të mira, kësaj shoqërie. Ta marrë parasysh, kur janë mbledh që ata, veç po më intereson ata me zveti, a kanë komuniku hiç. Apo, Vebiu e ka trajtu në mënyrën e vetë, avokati ka pas arsyejet e veta, avokati i popullit pret kur shkapi ankohet për me reagu, unë e kom bo pjesën tem të punës në rehabilitimin, risocializimin, se kjo është një stres post-traumatik i cili mbetet për ta njetën. Kjo nuk shërohet. Unë e muj veç me funksionalizu, po me shëru s'muj. Edhe tash unë e kom bo punën tem. Në veti unë e se di cëla ka qenë përgjegja e avokatit popullit, unë e kuptoj që avokati paguhet për me mbrojt, këta kanë bo qashtë sa ka pas, mirë po na me zveti si jem kërkun, komunikojmë. Problemi ma i madhë është komunikimin ndër institucional, se edhe nivelli qëndron, me nivelin lokal. Prap është një komunikim institucional, se na jem shërbim të këti popullit. E qka po bojmë na? Unë e veç mu i me thonë, vala, unë punën ta me kryva. Doktor Sami, ti ke qenë prezent edhe ne kemi pas takime për mene më herët javore, 2 javore, ad hoc. Do më thonë, mes me telefonat, as email, po mbledhemi grupe edhe për diskutojmë ka qenë njerëzit profesionisht më të mirë që kemi gjetë për me diskutu një rast edhe që kanë folë me përkushtem edhe profesionalizëm. Në për në këtë rast, në shumicën në rastëve që në majtë ka qenë debate të zhërmshme, debate akuzuse, debate në presion, ka pas besa dhe njerëzve kompetent mrena. So që në këmë reagu ka njerë, ndoshta në takim tërministror i nivellit shumë të lartë, njerëz të cilë të duft me ditë, u sjell një orë fotografi mrena, u sjell dikosh, u sjell një këshilltar. Këto raste do të trajtohen prej njerëzve kompetent dhe informatat të cilat që janë për mrena nuk guxoj të dalin për jashtë, edhe asnjëherë nuk ka shku debati në frymën e gjetjes së një zgjidhje, edhe nuk po shkon. Unë mendoj që këtu do të edhe sot mbledhen të gjithë që kanë informata, të mojnë një trojez, një punëtori 2, 3 ditë, 4 ditë, edhe këtu të ndikojnë në legislacion, se unë mendoj që ky rast është duhet me qenë një thyrje për sistemin e drejtësisë, për sistemin e mbrojtjes sociale, për të gjithë, si me vepru në të ardhmen. Qysh me parandalë në të ardhmen dhe cilët mekanizma një ndërtu dhe çfarë po na mungon. Është e turpën që sot thëmë që kemi një strehimore të tillë shtetërore, edhe kemi një strehimore në ka metë edhe një OJC për krejt Kosovën, e cila ofron që ato shërbime, edhe ne po folim për 10 raste të cilat do trajtim mujor edhe vjetor. Ndoshta se kjo ka raste që 3 vjet në ndërmjet të mitura në për strehimore, pikërisht për shkak se ka nevojë për trajtim, për risocializim, për reintegrim, të cilën nuk mund t'i ofru familja. Pse? Sepse ka dështu vetë familja. Problemi që dështon familja, atëherë ti nuk mund t'i dërgu prap personit njëjtë me thonë tash risocializohe. Sepse
Sepse që ky shembull po na jep neve modelin më të mirë që familja dështon një herë, dështon dy herë, dështon tre herë, familja është e paaftë që të kujdeset për këtë rast. Kreshnik, po du me kalu të një çështje tjetër të dënimet. I përmande ma herët që dënimet cilat i mbo në grupin e parë të këti rasti, po a ka dënues të cilët janë shpallë të pafajshëm edhe qysh zakonisht trajtohen qëto? Analizat që i kemi bu prej aktgjykimeve, prej aktakuzave, prej dosjeve të dënimit, na kemi pa që ka hetim jo profesionalit kalumë. Dhe kemi nxjerrë raporte ku ti tregon që prokurori ose polici hetus nuk i ka marrë të gjitha masat për me argumentu ose me dokumentu që ka ndodhur dhunimi, mirë po është bazu vetëm në deklaratën të cilën e ka dhënë viktima dhe në rastin kur në gjykim shkon vetëm në deklaratën e viktime, e cila potencialisht mas 5-6 vjetë ftohet për me ridëshmu procesin, ka ndryshuar rrethonat jetësore etj. Viktima tërhiqet prej deklaratës dhe ti mbetesh me pa prova për me mujt me shpall fajtur një person i cili potencialisht është denoncu për dhunim. Për mu problemi i parë është që unë besoj që për shkak të neglizhencës ose të zgjatjes klanëve, ka persona që kanë qenë realisht dhunues dhe në shpallë të pafajshëm, dhe tash problemin tjetër e kam që ata janë në komunitet. Dhe na ende nuk kemi një sistem i cili, kemi dështu mi mbledh rastet, provat në rastin e parë. A të duhet të ishen aktgjykimet publike në këto raste, Kreshnik? Absolutisht aktgjykimet unë menoj që dhunues duhet mu emëru me emën me mbiemën për shkak se është njëna prej veprave më të rënda që e cënon sigurinë e komunitetit. Madje ka modele ku njerëzit duhet edhe me ditë ku jetojnë këta njerëz, për shkak se duhet me mbrojtë prej tyre. Absolutisht është për mua është krimet ndaj integritetit seksual sipas kodit tonë të penal janë të anonimizuar, nuk mundesh me himi përcjell, nuk hinësh me i monitoru, nuk duhet me qenë emrat e tyre publik. Mirë, po në momentin kur Gjykata Supreme ka konstatuar që ti je dhunues seksual, unë mendoj që publiku duhet me ditë kush është ky person, për shkak se neve këta njerëz po na kthehen edhe në punë, edhe në komunitet, edhe po mujnë me qelë biznese, edhe po mujnë me pas markete, edhe mujnë me pas biznese tjera. Pra, na duhet me ditë nëse në lagjen tonë, ai zotnia e cili ka market, ka një aktgjykim që është dhunues seksual, na tash duhet me ditë, a më lënë fëmin tonë me shku aty ajo. A punohet me komunitetin në këtë rast, zotëri Mujko? Jo, nuk punohet kur gjë me komunitetin, nuk punohet as me shkollën, nuk punohet as me familjen, as me prindër, sepse gjeneza e problemit është te familja, po thonim, po është edhe te shkolla. Sot nëpër shkollat tona, shumë drejtora shkollave dhe shumë personel i shkollës, rastet e tilla të ngacmimit, se mos mëna kemi pasur edhe shtatzaninë për shkollat Prishtinës edhe të Kosovës, moshën 3-14 vjeçare, 15, që janë raportu. Prandaj ata nuk punohet sepse e marrin si dështem. Nëse unë raportoj një rast që më ka ndodhur në shkollë është dështim i menaxhimit. Nuk ka dështim i menaxhimit. Ai rast ka ndodhur ti do të më tregu atë rast, me bë publik edhe me trajtu atë rast edhe me marrë sa më shumë ligjërata. Mirë, po sot Prishtina nuk e di sakt, ndoshta ka 10-12 punëtor social për 300.000 banorë të Prishtinës, të cilët as vërtetimat nuk arrin me lëshu çu çdohet, se jo mi trajtu të gjitha këto kategoritë, jo me marrë ligjërata nëpër shkolla, ose kem persona të cilët shkojnë marrin ligjërata nëpër shkolla, i kanë marrë 2 PowerPoint prezantime aty dhe i lexojnë para dikujt, nuk ka debat, interakcion, edhe me arsimtar, edhe me fëmijë, edhe me prind. Na do të punojmë edhe me fëmijë. Të mbledhëm fëmijët që do mos fëmijët asaj kategorie që kanë pretendim me kanë fëmijë me sjellje sociale, të cilët e kanë suksesin e dopt, të cilët vinë prej një familjes që ka pas probleme, qoftë dhunë, qoftë trafikim, qoftë probleme tjera brenda familjes, ata fëmijë duhet të mbledhëm, sepse ashtu orari i shkurtë i shkollës, punohet 2-3 orë mas shkollës me ata fëmijë, edhe të marrin ligjërata, të vetëdijsohen, edhe të përfshihen në komunitet. Ata fëmijë mbesin të izoluar. Sot e ke pa, pranë shkollës ki lokale, shitet droga në secilën shkollë, gjindet thika në secilën klasë, ka abuzime të ndryshme, ka bullizim, përdoren rrjetet sociale, ka grupe ku organizohen, mu rramu, mu shantazhu. Gjitha këto ndodhin, edhe na pimsheljëm syt, hajse do të vjen dikush prej ndërkombëtarëve, atje vjen Amerika një ditë, edhe na zgjedh këtë problem. Jo. Këtë problem veç na mujna me zgjedh vet. E këtu çështja, ndoshta një prej problemeve kjo është edukimi. Sot studentët të cilët diplomohen në Universitetin e Prishtinës dhe në kolegje private, kudo në fushën e shkencës sociale dhe psikologjisë, shumë pak janë të përgatitur për ofrimin e shërbimeve sociale në komunitet, në qendra për punë sociale, se mësojnë mekanikisht. Problemi i parë është tolerimi politik. Njerëzit e dinë që i hupin zgjedhjet nëse nisin me pas veprime konkrete në komunitet të cilat nalin dukuritë negative të cilat neve jemi të na shkatërruar shoqërinë.
Pra, na e dim që zgjedhën në Kosovë hupëm nëse ti vendos me nal duhanin në kafeteritë e Prishtinës. Sepse është një komunitet shumë i madh, dhe nëse ti e nal duhanin, ata nuk kanë me të votu. Dhe sot na kemi ministra të cilët e kanë nis një javë edhe e kanë nal. Për me pa sa zbatohet ligji, na do të me dal Dhe ka fillu me pi vetë, gjak kaq. me pi vetë, do me thonë, ministri që del thotë e nala, tash del edhe e pen. Sepse do me kallëzu si prap po e dhoni një benefician. Na nuk mërim me ndalu shitin alkool. Na nuk mërim me ndalu masazhet në Kosovë. Këtë komuniteti, këtë publiku e din që ka ndodhë aty, dhe na kanë bisi këpurdhat, nuk kemi hetim proaktiv për minale ato, sepse nëse i mshelëm ato, mas ne i hupën zgjedhjet, nuk ka gatishmëri politike me i luftu këto elemente. Kjo është elementi bazë të cilën na duhet me konstatu në tavolinë. Nuk po mundemi mi ndalë, Kreshnik, po, mundemi mi kontrolu. Nuk mund është ti me kontrolu në momentin kur me të 26 tu kanë arrestu njerëz të model për dhunim, dhe Ministria e Tregtisë, e cila ish dash me shku mi aqit shiritat, shkon veç mas pyetjes gazetarëve me 5 mars. Domethënë, pe 26 deri me 5 mars, asnjë zyrtari asoj ministrie, e cila është përgjegjëse me e kontrollu ligjshmërinë e funksionimit të kësaj industrie nuk bën kurrë. Asnjë operacion nuk bëhet, asnjë mbyllje nuk bëhet. Falni, po është sekret publik. Motelet në Kosovë funksionojnë mbi bazën e anonimitetit. Kërkush nuk jep dokument kush po hin. Aty nuk ju interesojnë veç parat. Na po tolerojmë si shtet me di që është një hapësirë ku ti mundesh me hi me bëj çka dush pa u regjistru. Këto nuk po e flas veç për dhunimin. Këto po e flas edhe për me hi me bë transaksione drogës, edhe me hi me bë marrëveshje të mshefta, dhe këtë sanat punësh me himi botit. Sepse veç hin me kerr i lënd 10 euro, 15 euro, kërkush nuk të regjistron, mshelet garazha, u kry ditën e mirë. E kemi toleru me pas zona të mbyllura kur kërkush nuk të regjistron që ke hi aty. As nuk ka kamerat sigurisë, por shka se janë marru për çat punë. Nëse na i kemi qëtë industri, dikush në këtë shtetin tonë du të me thonë, okej, për edhe shpak se du të me vendosë rregull. Nuk jemi të vendosë rregull. E kemi thonë edhe në të kalumën, 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet, kërkush nuk po merret me këtë punë. Nëse kishë ndodhë një fëmijët një ministrit, një kryetarit, ose një figure publike, komi ndodhë, për në rrasë e kishë ndodhë, atëherë kanë më morë hapa radikal. Dhe sa për ndodhë shtesës tolt, edhe të mesme, familjeve të varfra, po ju ndodhën këto raste, po njën shumë mas dorë dhe shumë mas reakcium. Mirë po komi ndodhë, nëse se shkojmë me këtë rend, komi ndodhë, e pastaj kam më vedisu edhe politikë bërë, se që me thonë, ka da që po morë hapa konkret. Qitë komunitet jetojmë. Qitë komunitet... A mund me ndodhë ata me që ata që e bojnë atë vepër, edhe me pas pozitën shoqëri? Po ju e dini shumë mirë se vitin 2014-2015 ka qenë ai rasti i famshëm i 2 miturave të dënuar, ku kanë qenë figura publike të cilët kanë qenë të përfshim, edhe në institucione publike kanë qenë duke punuar, ata kanë qenë përfshim edhe largu. Mirë po, rastet e tilla po heshten. Po heshten sepse pak a shumë të gjatë po kanë dorë këto. Çka ka ndodhur atëherë kurço? Sigurtat. Nëse ti e ke quajtur zërin, s'është problem se ti e kin qafe. Nëse një media ka publiku diçka, ose është shantazhu, ose është gjetë gjithmonë një mënyrë për me pas sankcione ndaj qësajme. Na si shoqëri ku jem, për që tonë e thash, po më pëlqen rasti që është aktualizu, po mos harrojmë, kjo është vetëm njëra prej. Që aty është problemi. Do me thonë prej, disa rasteve na i kemë vequ veç një, ndërsa jonë hesht, ta thonë kushtimisht, non tjetër. Këto kemi trajtuar bukur shpesh me hulumtime statistikore, ku ti sheh sa personi që ka ushtru dhunë familje punon policitë Kosovës. Dhe është problem, na duhet me ndërtu standard. Nuk mundesh me punu në polici e me qenë dhunuesi grus tane. Ose me qenë profesor fakulteti. Ose me qenë profesor fakulteti. Ose me punu me ligjeru para studentëve dhe ti thjesht me qenë ngacmues seksual. Këto probleme i kemi të identifikume. Mirë po tolerimi, për mi mshel sytë përballë këtyne po e quaj problemeve të skajshme është i madh. Dhe na duhet me nis me trajtu. Duhet me nis me ngritë zonën shumë më shumë. Çka duhet me bëna? Nuk mundesh me qenë i akuzum për dhunë familje dhe me punu në policitë Kosovës. Kush do të më bëj këto standarde? Do të ndërtu Ministria e Punëve të Brendshme. Ata janë përgjegjës. Do të mu që ministri me thonë, okej, prej sotit po shkojmë. Nëse ligji është problem, po ndryshojmë ligjin. Nuk mundesh me punu ti në institucione publike, e në anën tjetër me pas pretendime. Po plotsu për këto raste, po sa po zbatohet. Plotsu po nuk zbatohet. Po prap nuk i hek prej punës. Nuk është çudi që ka gjykatës, që ka prokuror, që ka policë, që ka profesor, që ushtrojnë dhunë.
në familje. Problemin më të madh, se kom punu mjaft me 3. Problemi më i madh, apo arsyeja kryesore e 3-ve që në moshë shumë të hershme, fillojnë me abuzu me substanca narkotike, gjën problemet brenda familjes. Ku ai fëmijë don me ik prej asaj zhurme, del jashtë, edhe kur del ai fëmijë jashtë për me ik prej shtëpisë se s'mon me duru, me siguri se s'ka me qillu me një haxhi që e merr edhe me çun me i tep, po ka me qillu në që si njerëz cëlt kanë me shfrytzu. Këtu janë problemet cëllat na si shoqëri mas pari duhet me i qitë për mi tavolin, me i shqyrtu edhe me kërku zgjidhje. Përderisa pjesën më të madhe na e mshefim që ka polici që ushtrojnë dhunë familje, na e mshefim që ka gjykat që ushtrojnë dhunë në familje, na e mshefim që ka prokuror, a ka edhe avokat, ka i. Më soma, Raportohet, na i mshefim. Çdo analizë që e bujmë, na e shohim që ka tolerim për mos me raportu. Pra, është pa të hynë motel, së është raportu. Dihet që dikush është të e pas një vajzë të mitur, të shku me ta dhe nuk e raportojmë. Dihet që dikush e ka rrej dikonin në familje dhe nuk është raportu. Dihet që vllau e ka pa vllaun të e rrej grunë e vetë dhe nuk e raporton polici, nuk lyp ndihmë të institucionet. Pra gjitha këto janë shkeljet të ligjit. Duhet me kuptu. Edhe mos raportimi i rasteve është shkelje e ligjit. Dhe tash na e kemi problemin që për shkak. Edhe te rasti i parë, kush e ka ditë që po ndodh, nuk është i ndjekur. Janë ndjekur veç ata që kanë dhunu. Kush nuk ka marrë veprime, nuk është i ndjekur. Sepse fillon më dënu për mos veprim, edhe për mos aportim, gjyqja e Kosovës do të më shkuën fort, sepse me të vërtetë menoj që duhet më anis me trajtu problemin edhe prej këtij kani. Se nuk mundet një krim me ndodh pa motiv. Këto e mësojmë në vetë parë në fakultet juridik, asnjë krim nuk është pa një motiv. Ja e ka motivin financiar, ja e ka motivin tjetër se duhet me argumentu. Po nëse ti nuk po e gjen shtytsin, atëherë na kemi probleme. Tash, po duhet edhe një element me mos me lënë pa e përmend këtë debat. Për shkak se u kriju një përshtypje që avokatët i mbrojnë dhunuesit. Ajo që na duhet me kuptu këtu është për shkak të që mos ti demonizojmë avokatët. Avokatët nuk janë aty për me mbrojt kryerjen e veprës penale, po janë aty për me garantu ligjshmërinë e procesit. Dhe avokatët sigurohen që në këtë situatë, në rast se ai ka rrethana shumë rënduese me marrë dënimin shumë maksimal. Edhe kërkesat e tyne e bojnë gjykatën në rastet të caktuara edhe me rënë dënimin. Këto na duhet me kuptu si proces në procesin gjyqësor, për shkak se na kemi pas situata ku avokatët të cilët kanë kërkuar skajshmërisë mu vërtetu provat, janë demonizu ose nuk janë trajtu që duhet. Është shumë e rëndësi që në proceset gjyqësore, çdo dilemë, çdo pikpyetje mos shërë. Pra edhe nëse kemi dilemën, ai ka 16 vjet, ai ka 17 vjet, ajo duhet me u trajtu, duhet mos sqaru deri në fund. Edhe nëse kemi dilemën a ka ndodhur apo ose nuk ka ndodhur. Për shkak se unë mendoj që proceset gjyqësore të na, për shkak të mungesës së zgjidhjes së secilës dilemë, të secilës kërkesë, na pengojnë prapë në risocializim. Për shkak se kryqëzit duhet me e kuptu. Në secilën rrethon që çdo gjë që ai ka paraqit nëpërmjet mbrojtësit vet, ai është fajtor dhe duhet me trajtu si tillë. Sonja Gorenica? Unë po du me thonë që, si tha edhe zotri Mujko, detyrë e secilit prej nesh është kur shohim që kemi raste, do të thonë të abuzimit me fëmijë, duhet me raportu, është detyrë e jona. Sa i përket standardeve ndërkombëtare, legjislacioni jonë mund të jetë shumë i mirë, po na mund të shkojmë përtej asaj. Kush janë institucionet që mundin me bëu këto? Mund me bëu për shembull avokati i popullit edhe gjykata kushtetuese, sepse të njëjtat e shikojnë praktikën e gjykatës evropiane për drejtat e njerëzit, që shkon përtej legjislacionit, sepse atje ki raste me qindra në të cilat do më thonë mund të shikohen aspektet procedurale, materiale të shkeljeve të drejtave të njerëzit. Veç po du me përmend një rast që mund të ndërlidhet me rastin që është shqyrtu para avokatit të popullit. Në momentin kur vajza fëmijë është intervistu, ju është lexuar ajo pjesa ku thotë që nëse deklarohesh rrajshëm është vepër penale. Edhe ne kemi reaguar sepse kemi thonë që ajo është fëmijë, nuk mundesh me ja lexu këtë gjë. Ka qenë një rast në Estoni, një fëmijë 4 vjeçar, nuk ju është lexuar kjo pjesë. Edhe atje babai është liruar, vetëm pse nuk ju është lexuar kjo pjesë. Dhe gjykata evropiane ka thonë shkelje, sepse nuk mundesh ti qaq strikt
rregullat procedurale me apliku te fëmijët që e kanë një tjetër zhvillim. Sa i përket avokatëve, është e vërtetë që detyra avokatit bile nëse ai nuk e mbron mirë klientin është shkelje. Natyrisht edhe gjykata duhet mi trajtu të gjitha palët njësoj. Edhe neni i 6 për gjykim të drejtë dhe të paanshëm ju jep të drejtë edhe personave të akuzuar për vepra penale që të mbrohen sa më mirë në rastin e tyre. Kështu që gjitha këto standarde miren rast pas rasti dhe prandaj është e rëndësishme mu raportu edhe të institucionet që nashta nuk shkon mendja herën e parë. Për shembull avokati i popullit edhe institucionet tjera. A ka raste ku respektohen apo nuk respektohen rekomandimet cilat jep avokati i popullit në raste të tilla? Për shembull. Po, që për shembull rastin konkret na kemi jep shumë rekomandime për shumë institucione, edhe kanë mbet 2-3 pa u realizu. Njëra prej këtyre është që kjo kontrollimi i moteleve apo i regjistrojnë organi kujdestarisë pastaj në QPS nuk është formu, edhe një tjetër ka qenë te prokuroria që kemi kërkuar ndërmarrjen e masave për sigurimin e llogaridhënies për zyrtarët përgjegjës. Të tjera të gjitha janë zbatuar. Po, kemi raste tjera që nuk zbatuan rekomandimet e avokatit. Shtetit, ne kemi pa për shembull rastet e fundit, mos të marrëm edhe Sarbina që e vrajti fëmijën, edhe raste tjera, ku ne dim që secili fëmijë në moshën e përgjegjësisë penale, prindit thirret në përgjegjësi. Ku e kem një rast sot që një prind është nevojë të dënimit, se fëmiu vetë ka kryer një vepër penale në moshën madhore, në moshën 14 vjeçare, është fjala kur është përgjegjësia penale. Nuk kem raste, na duhet me rresh me dënue prindë ka kryer fëmia e me dënu prindë. Ashtu thot ligji. Ligji shumë mirë. Prindi është procedurë penale. Prindi është përgjegjës në aspektin civil. Po për domet e vërto, në aspektin e kryer veprat penale. Po më janë shumë grave, nëse ma gjonë që atë dispozit, në këtë penal qekës, ose në këtë procedurës, atë ka qovë që më diskutuë. Me që prindë në bërë, që ka pos mija vepër penale. Nuk është vetëm një ligj, janë shumë ligje, është ligji i shërbimit social, ligji i familjes, ligji për mbrojtjen e fëmijëve. Ligji i familjes e parashën. E parashojnë, është sankcionimit, para 2 vite, gjithë ligjin e familjes fjala për përgjegjësinë që e ka prindi. Përgjegjësi në aspektin civil, kur shkakton dëm dikon apo, në aspektin penal, nëse personi e kryen vepër penale, baba përgjigjet, po nëse vran baba nuk përgjigjet. Absolutisht në asnjë rast, me kod penal që përgjegjësia me vepër penale. Edhe për që ato, mja marë prindrimin. Një flis, është masa e fundit. Jo që ta këj me shumë bërë. Prindë me shumë bërë. Është kënë konveta ndërkombëtare, kënë kushtetutë, kënë ligje, kënë Jo, atëre po bëmi tolerant, po pilom dhe të bojnë çka dojnë, kush dojnë. Aspekte familjes edukimi, por jo me që prindën bërë, i ndërum. Ka elementi ku prindi mundet me kry vepra penale për shkak të mos kujdesit e tjera. Pra, me lënë armën në vend të ekspozum, ku fëmia mas ne e merr, është çështje tjetër. Ose me obligu me bu veprime të cilat i ndalën ligji. Pra, ti nuk mundesh mi thonë fëmijës pi alkool 14 vjeç se është shtytje për me pi alkool dhe është ndaluar. Ligji nuk e lejon. Mi thonë shko blema. Edhe me shku me ble, pra, shkej ligjin, dhe është procedurë të cilën duhet me e trajtu. Po, probleme në familje, të kësaj natyre, pra të kujdesit prindëror, nuk zgjidhen shumë me burg, këto nuk me kuptu, dhe nuk zgjidhen me arrestime. Zgjidhen me trajtim social, me trajtim but, me edukim. Në rastet se përsëriten, atëherë vinë masa tjera, pra. Na dështojmë me pas kontroll masë social të mbikëqyrjes sociale të procesit. Nëse ti e ke nxonë fëmijë të ble duhan, e mja që babës, e ke marrë, e ke trajtu, e ke eduku babën. Nëse nxon herën e dytë, shkon kujdesi. Kreshnika, kemi programe për këta personat qoftë që arrestohen apo dënohen? Dëgjëm tash, duhet me pas një element shumë të rëndësishëm për shkak se neve sot edhe janë edhe tuna pa viktima potenciale. Në rast se na sot jena të jopçu ketë mesazhin që s'ka kush ju mbron, më në që është gabim pra. Na jena të diskutu për avancim të sistemit, jena të diskutu për qasja alo më të mirë ndaj problematikës. Ka adresa. Ka adresa dhe viktima në Kosovë përvoja na ka tregu që ata që kanë raportu, ata që kanë kërku ndihmë, i kanë punë pak më mirë. Nuk i kanë mas mirë të imbot, po pak më mirë i kanë se sa ata që e kanë shef problemin edhe sot e vujnë problemin më nda shpive tyre. Dhe ato që përdu me thonë sot është që nëse keni probleme tila do të me njëherë me kërku ndihmë. Në rast se nuk i gjoni të qendra për punë sociali, keni me gjetë dikon, i cili ka vullnetin e mirë në Kosovë, mjë një mu për me që rastin për institucione se keni gjetë, po. Shërbimi strugus, po ashtu që e ka përgjithësi. Se keni gjetë të policia,
e merrni e thini prokurorin, se keni gjetë prokurori e merrni te gjykata, se keni gjetë gjykata keni me gjetë te media, te shoqënia civile etj. Pra, unë kam pas 10 raste kur viktimat s'kan mujt me gjetë mbështetjen. Te njëri për institucion. I kom orientu te tjetër. Edhe kanë mujt me gjetë. Ka shku viktima edhe unës familje, ka raportu në polici, e kemi pa që se ka trajtu polici që shduhet, e ka thirë prokurorin. Është mbikëqyrës i direkt, e ka trajtu rastin. E kemi pa që s'po mundet me gjetë mbrojtje ligjore të avokat normal, kemi qëtë ndihma juridike falas. Për gjithë arsye duhet me kuptu dhe viktima, që nuk jena në zero. Jena i të folë për avancim, dhe tash na duhet me trajtu dhe me bo presionin që kjo situatë më ardhë në gjendje më të mirë dhe më normale. Po i bëj këto për shkak se mundet me pas shumë njerëz të cilët janë të na këshillojnë me thonë ok, s'kam sa të ku me raportu. Faleminderit Kreshnik, faleminderit edhe juve. Shkues të nderuar, jemi dëshmitar të dhunimeve kriminale ndaj vajzave dhe grave në Kosovë, po një gjë është e rëndësishme. Viktima duhet me i raportu dhe me kërku ndihmën e institucioneve në lidhje me këto raste. Mbyllja rasteve nuk është zgjidhje. Nëse kërkoni ndihmë, mundeni me marrë ato. Vazhdoni me na shkruajt në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës mirëmbëjtje.